zgjedhjet mund të jenë të lira, por nuk janë të ndeshme. Rezultatet janë këto. Unë i uroj gjitha partitë politike që kanë qenë garë për rezultatin. Ka qenë një proces në vazhdim e disa proceseve zgjedhore. Për Partinë Demokratike të Kosovës, rezultati është kjo që është. Sigurisht se kemi prit ma shumë, kemi mujt ma shumë. Nëse i referohemi vendeve në Kuvendin e Republikës Kosovës, unë pres që numri i deputetëve tjetë pak më i madh se sa që ka qenë në mandatin para prak. Megjithatë, ne po presim përfundimin e procesit zgjedhor, numrimin e gjitha votave dhe të shohim se ku po dalim si parti politike, po pres që aktualisht janë 24 deputet për Partinë Demokratike të Kosovës, megjithatë e presim fundin e procesit zgjedhor. Zgjedhjet kanë qenë të lira, mirë po nuk kanë qenë të drejta dhe kanë qenë pa barabarta. Kanë qenë pa barabarta për shkak se është përdor paraja publike e cila sigurisht kanë ndiku edhe në rezultat. Dhe për këtë qëllim, unë e kam thonë që zgjedhjet mund të jenë të lira, por nuk janë të ndeshme. Përdorimi i paros publike ka bërë efektin e vet, gjithashtu edhe resurset shtetërore të përdorura në proces zgjedhor. Çka është më rëndësi, është më rëndësi që kemi konstituim të kuvendit sa më shpejt, formim të qeverisë, zgjedhjet presidentit dhe mos ketë vakum institucional për shkak se interesi i vendit është për te interesit dhe mbi interesin e secilit subjekt politik.